Fshati Rëmëj në Bashkinë e Pogradecit ishte nga zonat e banuara më të prekura nga rreshtet e dhjetorit të vitit të kaluar. Për pasojë dhe dëmet e shkaktuara në këtë fshat ishin tepër të mëdha. Krahas 10 familjeve të cilët patën depërtim të ujit në banesa, dëmet dhe prurje të projit shkatëruan edhe infrastrukturën rrugore. Në pjesën e sipërme të fshatit, të paktën 2 zona kanë pasur rrëshqitje të mureve mbajtës dhe çarje të trupit të rrugës, të cilat edhe sot mbeten një rrezik i hapur për banorët e kësaj lagje dhe automjetet. Gjendja është denoncuar edhe nga deputetja e Partisë Demokratike Ledina Alolli, e cila teksa ka parë nga afër zonat e dëmtuara, ka bërë thirrje që institucionet vendore dhe qendrore të marrin masa të menjëhershme për të ndërhyrë në zonë, ndërsa apeloi që dhe institucionet drejtësisë të nisë hetimet mbi atë që Alolli e quajti abuzimi i hapur me fondet dhe investimin e dobët të kryer në zonë. Banorët e kësaj zone sot ndodhen në kushte të vështira. Banorët e kësaj zone kanë probleme të mëdha për arsye sepse jeta e tyre është e pasigurt në momentin që ato kalojnë në këtë rrugë, për arsye sepse ata e kanë këtë problematik të shfaqur edhe kohë më përpara, madje sipas bisedave që ne kemi zhvilluar me ta, ata e kanë reflektuar të lloj problematike dhe çfarë do të ndodhte, por sot ndodhen në këto kushte dhe asnjë lloj reagimi nuk ka pasur për këta banorë. Alolli shoqërohej në këtë demonstrim edhe nga kreu i Partisë Demokratike të Pogradecit, Oligert Muçllari, i cili hodhi akuza ndaj Bashkisë Pogradec mbi investimet e dobta që ky institucion ka kryer në shumë zona të territorit të saj. Kjo tregon ashtu sikundër edhe në shumë investime të tjera të papërgjegjshme, edhe në këtë rast Bashkia Pogradec së bashku me ata të cilët ajo ndan fondet dhe taksat e qytetarëve në mënyrë direkte, duke mos u shërbyer qytetarëve, por vetëm tarafit të saj, ka kryer përsëri një investim i cili ka vlerën e mbi 800 milion lek investim, çka do të thotë që edhe pse është inauguruar para disa kohësh, ky investim është i gjithë i përtokë dhe është shëmbur shumë shpejt. Deputeti Alolli në përfundim tha se të gjithë banorët e kësaj lagje të fshatit Rëmëj rrezikon të izolohen nga pjesa tjetër e fshatit pasi shembet janë tepër të rrezikshme. Ndërkohë, në një reagim të mëhershëm gjatë ditës së martë nga ana e Bashkisë Pogradec u deklaruar se nga ana e firmës që ka kryer punime në këtë lagje do të kenë ndërhyrje me punime provizore reabilituese për të shmangur rrezikje, ndërsa shtoi se pranë Ministrisë së Bujqësisë janë dërguar 2 projekte për rehabilitimin e argjinaturave të lumit Rëmëj dhe Vërdov, ku krahas tyre në projekte pritet të financohet edhe nga kjo ministri, që janë parashikuar edhe punimet për të ndërhyrë në rindërtimin e mureve mbajtës, të cilat janë shembur si pasojë e prurjeve lumore. Me këto investime që pritet të kryen, institucioni lokal garanton se do të zgjidhet një problemi ka herëshëm me rrezikun që shfaqin 2 lumenjtës sa herë në rast rreshjesh masive.